Big Brother VIP Kosova zbulohet me emra bombastik. Ja VIP-at që mund të bëjnë namin në shtëpi. Në emisionin Weekend në Klan Kosova, gazetarët Labinot Nimani, Adea Grezda dhe ish konkurrenti i përputhen, Bruno Shemsho, dan disa prej emrave që mund të jenë pjesë e edicionit të 4 të Big Brother VIP Kosova. Sipas tyre, disa nga figurat publike që po përfliten për të hyrë në shtëpinë më të famshme në vend janë Zamfina Ismaili, Leonora Jakupi, Bejta, Genta Ismaili, Fero, Arbenita Ismaili. Gazetari Labinot Nimani theksoi se një nga emrat më të përfolur është Zamfina Ismaili, për të cilën u shpreh: "Është një personazh që do të ishte shumë interesant për publikun që ka ndjekur karrierën e saj artistike. Mendoj që do të sillte shumë dinamika dhe lajme në Big Brother VIP Kosova." Ndërkohë, gazetarja Adea Grezda shtoi se edhe Leonora Jakupi është një emër që po përmendet gjithnjë më shumë si pjesë e kastit të mundshëm. Nga ana tjetër, Bruno Shemsho, në një lidhje direkte nga Shqipëria, la të kuptohet se do të ketë shumë surpriza në këtë sezon, duke thënë: "Olsa di të befasoj vërtet. Pres të shohim emra të rinj dhe të fuqishëm." Ai përmendi gjithashtu supermodelen Arbenita Ismaili si një nga pjesëmarrëset potenciale. Megjithse asnjë prej këtyre emrave nuk është konfirmuar zyrtarisht nga produksioni i Big Brother VIP Kosova, nëse bëhen realitet, ky sezon pritet të jetë një nga më interesantët deri më tani.